tenisit është pasioni që për shumë aplikues shndrohet në mënyrë jetese. Because I love it and it's great to play it. Tenisi u hoq nga kalendari sportiv si një sport borgjes. Megjithatë, tenisi është luajtur në Tiranë, është luajtur, ka fotografi, ka dëshmi që nga vitet 30. Fusha e tenisit më e vjetër që unë kam parë dhe kam lozur, ka qenë në Pallatin e Pionerëve, ato që quhet Pallati i Mbretit. Atë kishte, duket në oborrin e Mbretit, kishin një fushë, edhe ajo ishte një fushë. Një fushë tjetër tenisi ishte në Pallatin e Brigatave. Fundjava është koha më e përshtatshme për djemtë dhe vajzat elegante me raketa në duar dhe reflekse saktësie, shpejtësie në mendje. Vini shoqet tona që ta shikonin. E para njerë se bëheshim shumë bukur kur djersiteshin, edhe ishim dhe të nxirr nga dielli, e na bëhesh ajo lëkura e bronz, merr me mend pas plazhit, shkoi lozi dhe tenis. Edhe vinin gjithë shoqetora studente, që rrethonin që rrethonin atë stadiumin ton atje. Edhe shumë nga ato merrnin dhe iniciativën për të kapur raketën dhe për të losur. Pa diskutim, për ne që kemi vite që jemi marrë me këtë sport, dhe këto janë momente që vërtet na emocionojnë, pas shumë vitesh arrim të organizojmë turne ndërkombëtar, që nuk është pak, për një federatë e re si federata jonë. Më quhem Rej Pelushi, jam 15 vjeç. Tenisin e ka filluar që 6 vjeç, e kam shumë pasion. Me gjithë se është hera e parë që u dha mundësia, le të shërbej ky organizim për edukimin e të rinjve tanë në këtë fushë, duke filluar që nga më të vejlit e deri tek më të rriturit që janë marrë me këtë lloj sporti. Këtu ka hapësira për të gjithë llojet e sporteve dhe i bëjmë thirrje gjithë rinisë që të drejtohet drejt sporteve të shëndetshme. Kompeticionet amatore dhe profesionale mbriten në një garë evropiane ku me sa shihet fituesja është Adriana Leka, një kroate me origjinë shqiptare. Tenisi u fut dhe u bë kampionat. Edhe kampionatin e parë të tenisit e fitoi një pianist, Xoxe. Ai është një pianist shumë i mirë, po merr me mend tash duart e një burri që los në piano, po që edhe në të njëjtën kohë los tenis, bëhen shumë të bukura, shumë të dobishme për atë tastier ku ai luan. Ka ardhur Isuf Vrioni, për shembull. Isuf Vrioni ishte i njohur atëherë si përkthyes, sepse ishte përkthyer Ismail Kadaren. Edhe aty gjente kënaqësi kur vinte loste në fushat e tenisit, megjithëse ne ishim më të ri. Po ne s'kishim lek. Këta kishin një çik lek më shumë, edhe na binin në një aranxhat, në një gjë tjetër, gjithmonë për të imituar ato gjëra që shikonim televizor, se lozje tenis kështu, e kisha rregulluar fushën e tija, po duhet kisha aty edhe një shishe aranxhate, s'kishe Coca-Cola, po ishte një aranxhat që ishte e kombinatit këtu të Tiranës. Lozte me një elegancë maramëndse Max Velo. Vinte lose Max Velo. Adrian Klosi. Ka qenë më i vogël se sa unë, po në fushat e tenisit unë e kam njohur. Yeah, because I'm Albanian too, so it's good. This is the first tournament that I won. It's the pleasure to play here. She's a great player. She's my partner in doubles, a very good friend. Congrats. All the organization was really good. Everything good. Yeah, my dad, and my two sisters. Yeah. Tennis family. Tennis family, yeah. I like it very much. I want to be a top player, so yeah. My favorite shot is the serve. And is my favorite player, Rafael Nadal. I'm his coach from Holland, and this is his third tournament, and now for the first time he's in the final. So it's a good tournament for him. Adoleshentët dhe fëmijët shkollor, orientuar nga prindër të pasionuar të tenisit, kanë gjetur një mënyrë tjetër për të fituar kohën, krijuar argëtimin e dur dhe shmangur deri diku vecet në mod. I vogël kisha ndjekur baban tim. Baba im luante, edhe kisha ndjekur si gjithë fëmijët.
Por në universitetat, panë që kishim një fush tenisi, aty ku sot është Pallati i Kongreseve, aty ishte palestra e universitetit dhe është dhe sot e kësaj dite. Dhe krahas asaj ishte një fush basketbolli që ajo ishte dikur fush tenisi. Dhe kishte edhe 4 fusha të tjera basketbolli tenisi së bashku pranë, që gjithmonë ngeleshin bosh. Kështu që kur ishim student, atëherë shkuam dhe blem raketa, ishin ca raketa kineze, e kujtoj që bënin 700 lekë, diçka e tillë, dhe shkuam me vrap edhe i lidhëm, sepse bleje raketën që ishte bosh, edhe Filispanja, edhe i lidhëm të mjeshtën Albani. Dhe aty kam dëgjuar për herë të parë, Timat, që më tha, për t'i lidhur këto nuk mund t'i lidhni vetë, sepse është një mjeshtëri që bëjnë vetëm disa njerëz, edhe ju keni mundësi që t'i lidhni të mjeshtën në Albani. Në Albani ishte një student i edukimit fizik, ishte studiuar edukim fizik në Itali ky, edhe kishte lozur tenis. Nuk më harrohet kur unë duke shkuar te Shallvaret me raketën time edhe me çantën time, edhe një burr që shtynte një karrocë, më tha, atje buk ajo raketa, tha. Qa ti përgjigjesh atje? Po se harroj kur atë shprehje që më ka thënë, atje buk ajo raketa. Luaj kështu, bëj game kështu. E kam sport veçantë është. Shumë sport i mirë. Po, kam fituar. Ke fituar në një game? Game kam fituar, po ndeshje jo. Si të pëlqen tenis? Sepse është sport i bukur dhe ndihmon për shkollën edhe për gjëra tjera. Por sa pranë dhe larg standardit, jemi për të organizuar një lojë tenisi në parametrat e miqve të ardhur nga Hollanda apo rajoni dhe spektaklet e filmit në televizionet sportive. Prapë megjithëse po kënaqemi që përshofim familjarisht një aktivitet të tillë, se janë evenimente. Diku po festohet dhe me ty me gjithë kjo festa? Po, prapë nuk është mangmi fenomenit shqiptar, ose këto zonat që janë për rreth që presin aluizmin, akoma nuk po integrohen siç duhet. Uniforma e një tenismeni ka dhe detaje sekrete të shtuara. Kjo është thjesht një power balance. Këtë e majnë çdo tenista, të balancon. Kështu themi ne, po vishe me të bardha, si është si Wimbledon. Më pëlqen të kombinohem me shumë edhe me fushën. E herë vishem sport, sepse gjithkohë është në sport jam, ndonë vishem me xhinse, ndoshta klasik. Po. Tenisi mbetet një nostalgji e disa gjeneratave në Shqipëri, rritur me frymë perëndimore duke bërë një jetë aktive, dëgjuar muzikë italiane dhe edukuar me vlerat e kinemas franco-amerikane. Synoj që ta bëj, me që jam marrë gjithë të vite me këtë sport, më pëlqej shumë të doja që të bëja i punë që e bëj me kaq pasion, po kam edhe unë ato synime tjera të mia. Ajo është këtu dhe po përgatitet për një nivel tenisi që të marroj të shkoj edhe një akademi tenisi që në fundit të fillojnë të futen edhe trajnerë në një nivel sa më profesional e sa më të mirë. Megjithëse kemi edhe këto që kanë qenë deri më sot kanë bërë një punë mjaft të mirë. Avantazhi tjetër është domethënë që unë kam dëshirë që unë bashkë me shumë tjerë këtu që të ndrohet si mentalitet, vinë sa të rinjt, edhe këto të rinjt që po merren sot, të bëjnë diçka me këtë punë, të shkojnë, të vinë nga jashtë, të dalin, të hyjnë, të merren me këtë punë, të marrin edhe unë konkretisht synoj për një licencë për trajnerë, do ishte shumë mirë që ta fusim si mentalitet mirë, po. Që prej vitit 96, atëherë kam prekur raketën time të parë të tenisit, dhe që atëherë nuk e kam ndërprerë asnjë moment, isha vetëm 14 vjeç. Tas nuk pas shumë vitesh vazhdoj me të njëjtin pasion, të merrem me këtë punë. Dhe pra jemi tashmë në këtë situatë. Ishte thjesht rastësi që e nisa, por mendoj që në të ardhmen jo shumë të largët të bëhem dikushi. Mendoj që do përfaqësoj Shqipërinë në shumë aktivitete ndërkombëtare. Vit pas viti e ndjen veten më mirë. Këtu është hera parë që zhvillohet një turne evropian në Shqipëri, edhe si hera parë jemi shumë mirë, par loza me Maqedonës. Zgjasi shumë vetëm ja 3 ndeshje shumë e fortë. Kënaqësi është për gjithë vetëm për mua. Më pëlqen. Ku shikoj. Vin një herë kur lum goca që stërvitet për pushim kohë të lirë, shfrytëzoj këtë. Si hallk e zinxhirit të bukurisë me shëndetin,
kalimi i vlerave të fëmijët dhe të rinjtë e viteve 2000 vjen natyrshëm si një risim i traditë. Edhe unë personalisht nuk njoh një aktivitet tjetër njerëzor që t'i lidhi njerëzit mes tyre më mirë se sa një aktivitet i përbashkët sportiv në qiell të hapur. It's not just a sport, it's a way of life, yeah.